Dhe falë do thotë këtij bashkëpunimi, gjithsesi ne së bashku me institucionet përgjegjëse mundohemi që të bëjmë progres, po dhe të identifikojmë sfidat. Numri i logopedëve në institucione publike është shumë i vogël. Pra është një fushë e shkencave që merret me studime, diagnostikimit dhe trajtimit të çrregullimeve të komunikimit. Ne jo vetëm që ngrisim vedijen tek qytetarët e shoqëria, po të vetëm kohë bëjmë, si themi, përgjegjës institucionet për të marrë veprime adekuate në këtë fushë. Dhe falë do thotë këtij bashkëpunimi, gjithsesi ne së bashku me institucionet përgjegjëse mundohemi që të bëjmë progres, po dhe të identifikojmë sfidat. Në vitin 2024, ju e dini që tani është ndarë do thotë një buxhet nga ana e qeverisë që ka të bëjë me ofrimin e shërbimeve, sidomos ajo që ka të bëjë me ofrimin e shërbimeve sociale, ku hyn do thotë në këtë domen edhe shërbimet për logopedi. Në vitin 2020 gjatë ulëmtimit e kemi pa që kanë qenë rreth, pasi që nuk është një numër i saktë në atë aspekt, rreth 400 logopedë të diplomuar. Që ka qenë shqetësuese në atë aspekt, ka qenë që për këtyre 400 të diplomuarve, veç 27 logopedë kanë qenë të licencum. Ulëmtim edhe më i thellë, ku prej 27 logopedëve të licencum, vetëm 7 prej tyre kemi qenë me edukim të vazhdueshëm, domethënë master, që në vitin 2020 kanë qenë vetëm 2 logopedë të angazhuar në sektorin publik, ku i vetmi vend në sektor publik ku është ofru dhe që vazhdon me ofru shërbimi logopedik, është qendra klinike universitare ose klinika e ORL-s. Ndërka që 25 logopedë të tjerë kanë qenë ose të angazhuar në sektor privat ose në sektor jo qeveritar, kuadër të SHSKUK-s ose QKUK-s, klinikës e ORL-s, janë ofru vetëm 379 shërbime logopedike. Kjo pak a shumë përkthehet në atë aspekt që shteti i Kosovës i ka ofru vetëm 379 shërbime logopedike, ku në anën tjetër organizata Z, që është një organizatë e re me thonë, edhe organizatë e vogël, gjatë njëjtit vit i ka ofru 2 fishën e këtyre shërbimeve. Kjo si ditë shërben edhe për të avokuar dhe për të ngritur zërin për gjitha këto sfida dhe shqetësime që logopedët sot hasin në Kosovë, por jo vetëm logopedët, por sidomos fëmijët të rinj që ka nevojë për shërbimet logopedike. Numri i logopedëve në institucione publike është shumë i vogël. Ne domethënë kemi një mungesë shumë të madhe. Dhe dim që shërbimet e logopedit janë shërbime jetike, të cilat ndihmojnë shumë dhe përmirësojnë aftësitë të folurit dhe të komunikimit. Prandaj kjo le të jetë një ditë përveç ngritjes së vedisimit të prindërve dhe qytetarëve për rolin e logopedit në Kosovë, të jetë edhe një thirrje drejtuar institucioneve, drejtuar edhe qeverisë, por edhe komunave, që duhet të investojnë në themelimin e këtyre shërbimeve